ai njeri i cili nuk e lën gënjeshtrën, Allahu nuk ka nevojë që ai ta lë ushqimin dhe pijen e tij. Po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai njeri që agjeron, por krahas kësaj nuk agjeron me një fjalë goja e tij, me rana e me dallavere, atëherë nuk e ka kry rolin ajo uria e tij, synimin që e synon Ramazanin në përgjithësi. Vërtet kur agjeron barku së bashku me këtë duhet agjeroj edhe syri jonë, edhe gjuha jonë, edhe karakteri jonë në përgjithësi, për arsye se ky është edhe në fakt poenta e agjerimit. Prandaj duhesh me i thonë gjuhës tane sa ma pak për gojim. Pastaj gjithashtu edhe në shikimet e ndaluara me u mundu në maksimum me kufizu veten tënde, kërkohet prej teje një sinqeritet jashtëzakonshëm, një pendim i për ulur ndaj Zotit tënd të plotfuqishëm dhe një pastrim i zemrës tënde nga urrëtia, nga xhelozia, nga inati, e nga veprimet të cilat e përlyn zemrën tënde, për arsye se nëse gjuha dhe syri dhe të gjitha karakteret tona nuk disiplinohen në Ramazan, atëherë vërtet edhe agjerimi jonë do psohet. Allahu na nderoft të gjithë neve me një agjerim të pranuar dhe vepra të falura. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.